Përmbytjet e ditëve të fundit kanë prekur sërish fushën e Spitenit në Lezhë. 10 hektar tokë bujësore të mbjellura me grur dhe foragjere ndodhen nën pushtetin e ujit prej 10 ditësh, duke shkaktuar dëme të shumta në sektorin e bujqësisë. Përballë kësaj situate, fermerët janë ngritur në protestë. Ata thonë se kjo është hera e tretë që përmbytet në harkun kohor të 40 ditëve dhe humbjet për ta janë tepër të mëdha. Vetëm unë si fermer, unë kam 60 delim miell me grur, edhe 150 delim janë që. Këtë janë nuj, këtë kam mytun. Kesh menaxhimi nga ana pushtetit. Vetëm unë mund të kem mbi 15 milion lek të vjetra, mund të kem dam. Nuk është viti i parë që kemi dame, sa 3 herë që përmytet dhe nuk ka njeri me na po fare për këtë punë. As duan me ditë jemi apo si jemi. Kokra është kalb në tokë. Na dëmton zakonisht rënë. Fermerët e Spitenit kërkojnë kompensim për dëmet e shkaktuara, pasi sipas tyre përmbytjet kanë ardhur si pasojë e neglizhencës dhe mosveprimit të institucioneve. Fira, po jo është shumë sa me atë përmbytje masive. Kanalet e papastrume, vjen skavatori, fillo hap kanalin, sa të hecë 20 metra ke koshtën në kom. Nëse mos me pastru hiç është. I kërkoj shtetit të vijë një grup verifikimi, të vijë në terren e të verifikojë damet që janë bën. Për mua është vepër e njeriu jo natyrë, se u hapë gjinatura. E mbyllën gjinaturën, u hap për zdyti. Sepse dikujt prishet interesi me hedh ujë në lagunë. Sa atje janë hedhë inerte për të ndërtuar. Po na mbytet tokat në ujë. Po na lë baktin pa hëngër, na nën godrolli, mi s'kem çfarë bëjmë tjetër. Ja do i shesim ato dhe do shohim nga Zoti çfarë do na sillë se shteti sill gjë. Përgjatë viteve të fundit, në fushën e Spitenit, Bashkia Lezhë ka ndërhyrë në hapjen e kanaleve kulluese, por toka është në kuota të ulta dhe kur ka rreshje shiu me intensitet të lartë, uji nuk evadohet duke sjellë përmbytje.